Nga Ferrata drejt kampionatit italian të shaut, motra gjoka 2 talente premtuese. Azja dhe Klo Gjoka, 2 motrat e talentuara në shah, kanë shënuar një tjetër sukses të rëndësishëm në garat sportive në Itali, pasi triumfuar në kampionatin e shahut në Ferrara në kategoritë e tyre përkatëse, ato janë kualifikuar për t'u garuar në kampionatin italian të rinjve. Azja 11 vjeçë do të përfaqësojë kategorinë Under 12, dërsa Klo 9 vjeçë do të konkurrojë në kategorinë Under 10, shkruan diaspora shqiptare. Përveç pasionit për shahun, Azja dhe Klo janë gjithashtu nxënëse të përkushtuar në shkollën shqipe të Ferrarës, të cilën e ndjekin prej 2 vitesh pa munguar në insinjor mësimi. Kjo dëshmon jo vetëm disiplinën, seriozitetin e tyre, por dhe mbështetjen e palëkundur të familjes. Suksesi i motrave Gjoka është vlerësuar për komunitetin shqiptar në Ferrara, ku gjithnjë e më shumë fëmijët angazhohen në aktivitete sportive dhe kulturore. Ky është një tjetër shembull frymëzues i brezit të ri përmes punës, pasionit, arrin të shënojë arritje.